zgjidh një letër si do të jetë dashuria për ty gjatë muajve të verës. Kemi 5 grupe, secili nga këto 5 grupe përfaqësohet nga një set vathësh që janë me gur natyral dhe secili ka një domethënie të caktuar, duke filluar nga grupi i parë ku kemi gurin e bukur të kuq që njihet si guri karnilian, guri i pasionit, guri i vetbesimit, guri i dashurisë së zjarrt. Kemi grupin e dytë me këtë gurin e bukur roz që njihet si guri kundzit që ka të bëjë me dashurinë pa kushte, dashurinë e sinqertë. Kemi grupin e tretë me gurin e bukur të labradoritit që njihet si guri i magjisë, guri që na ndihmon të zhvillojmë intuitën, të zbulojmë potencialin brenda vetes tonë. Kemi grupin e katërt me vathët e bukur me ngjyrë jeshil, me gurin e malakitit, guri i transformimeve të mëdha që na ndihmon në situata të vështira, në situata që duam të përmirësojmë diçka në jetën tonë. Dhe grupi i pestë dhe i fundit me gurin obsidian, gurin e zi, guri që është nga më të fuqishmit për të mbrojtur nga energjitë negative, shërben si një lloj mburoje nga syri i keq, nga xhelozia, nga negativiteti të tjerëve, një gur shumë i fuqishëm. Prandaj, në bazë të këtyre karakteristikave që unë të shpjegova, zgjidh me intuit atë që ty të tërheq më shumë. Gjithashtu, dua t'ju them që të gjitha vathët janë të punuara me dorë nga unë, prandaj nëse ju pëlqejnë, nëse doni t'i porosisni, mund t'i gjeni tek website-i im, aty mund të gjeni edhe unazat që unë kam në duar, siç është ky topazi roz dhe unaza tjetër me ametist, mund të gjeni edhe shumë stoli të tjera, byzylyk, varse, unaza të tjera. Futuni në www.goldentruthtarot.com, dërgesat bëhen në të gjitha vendet e botës. Tani le të fillojmë me grupin e parë për ty që zgjodhe vathët me ngjyrë të kuqe me gurin karnilian. Le të shikojmë se çfarë rezervojnë muajt e verës për ty për sa i përket dashurisë dhe romancës. Dhe mesazhi i parë më tregon që ti do të kesh një verë shumë aktive. Për sa i përket njohjeve, dashurisë, shikoj që je në një fazë ku sapo je single mbas një ndarje dhe je në atë periudhën ku ti po e rigjen sërish veten tënde, ndihesh mirë, ke plot siguri në vete, ke bërë ndoshta edhe një ndryshim që ka të bëjë me pamjen e jashtme, ndihesh shumë atraktiv, joshse, seksi, shumë tërheqës ose edhe tërheqës mund t'jesh mashkull, femër nuk ka rëndësi, por energjia më tregon që do të kesh shumë vëmendje, shumë komplimenta, një verë ku ti do të planifikosh udhëtime, do të jesh në lëvizje, do të jetë një verë shumë interesante, një verë që do ta shijosh në maksimum, një verë që do të bësh gjëra dhe ke shumë plane për këtë periudhë. Një periudhë mjaft e bukur, një periudhë që ti mezi po e pret, sepse kaq gjëra ke të planifikuara dhe shikoj një energji, një dëshirë për ta shijuar jetën në maksimum. Unë gjithashtu shikoj që do të kesh biseda të ndryshme, flirte, ngacmime të ndryshme, mundet të jesh edhe në një fazë në të cilën mund të kesh edhe dy persona që kanë interes për ty, kanë pëlqim ndaj teje, po ti nuk ke vendosur akoma se çfarë do të bësh. Shikoj një situatë të pambyllur akoma, të papërfunduar. Është një situatë e komplikuar, është një situatë që nuk e largon dot. Ti e di që ka problematika si marrëdhënie, si lidhje. Jeni ndarë, jeni shkëputur, po prap e ndjen që ky person është afër teje, që të kontrollon ndoshta nëpërmjet rrjeteve sociale, që nuk të ka larguar akoma përfundimisht dhe është gjithçka e ndjeni energjinë e njëri tjetrit pa qenë bashkë. Dhe një nga arsyet pse ti do ta shijosh kaq shumë verën edhe të bësh gjëra është për t'i treguar këtij personi që shiko se çfarë ke humbur, shiko se mund të ishim bashkë, mund të ishim shumë mirë, se shiko se unë kam opsione të tjera, edhe nëse nuk je ti, do t'je dikush tjetër. Dhe shikoj
problemi me këtë person është që ti ke pakënaqësi në lidhje me sjelljen. Nuk është person i qëndrueshëm për të ardhmen. Është një person që ti mund i kesh vendosur disa kushte të caktuara dhe ato kushte nuk i përmban, nuk i përmbush dot. Dhe sidomos pjesa e ana financiare, mënyra se si ky person e menaxhon jetën, si i bën zgjedhjet e veta, është ajo çfarë ty nuk të pëlqen. Sepse ka shumë kimi të fortë, ka një tërheqje të jashtëzakonshme mes ju të dyve, sa e pëlqeni njëri tjetrin fizikisht, jeni shumë të dhënë mbas njëri tjetrit, por mënyra se si ky person e jeton jetën, nuk është i qëndrueshëm në punë, fillon një punë e lë, ose ka një punë që është mund të merret me gjëra të cilat nuk mundsojnë dot për kur e mendon veten në të ardhmen që të kesh një raport të qëndrueshëm ky person me mënyrën se si jeton jetën, është gati e pamundur që të të ofrojë atë stabilitet apo atë siguri që ti ke nevojë. Dhe këto janë disa nga faktorët, një mungesë papjekurie nga ana e këtij personi. Por është një gjë që nuk ka të ardhme mes ju të dyve, është shumë e vështirë që të funksionojë si raport. Megjithatë ti se ke të mbyllur akoma. Do unë shikoj që ti që zgjodhe këtë grup deri nga fundi i verës do filloni të flisni përsëri bashkë. Domethënë ky person do bëj diçka që prapë nuk do të jetë e qartë, se ti e ke shumë të vështirë, nuk i reziston dot. Në momentin që merr pak vëmendje nga ana e këtij personi, mund ta japësh veten sikur ke shumë konfidencë, sikur ke shumë siguri si person në vetvete, por në momentin e parë që ky person vjen afër teje, është një marrëdhënie që ti nuk e kontrollon dot, është një reagim që ti menjëherë përfshihesh, jepesh dhe nuk i qëndron dot atyre kërkesave që ke pasur, kërkesave që ti ke pasur më përpara ndaj këtij personi, dhe menjëherë sapo të marrësh pak vëmendje, do filloni përsëri të keni biseda me njëri tjetrin. Dhe nga orakulli, mesazhi më thot një lidhje nga e shkuara, nga një jetë më parshme, past life relationship, you have known each other before. Dhe kjo është një nga ato marrëdhëniet që janë shumë të vështira për të shkputur, kur janë marrëdhënie karmike, marrëdhënie që ti mund ta kesh njohur dikën nga një jetë më parshme. Do thuash bora, po unë si ta di që e kam njohur këtë person nga një jetë më parshme. Ka shumë mënyra për ta zbuluar këtë gjë, sidomos nëpërmjet hartave astrologjike. Nëse je në një situatë të tillë që është e komplikuar, në një situatë të tillë që e di që nuk funksionon, e di që është toksike, po vazhdoni ktheheni me njëri tjetrin, atëherë mund të rezervosh një lexim privat me mua dhe të shikojmë në aspektin e astrologjisë se sa më duhen vetëm ditëlindjet e ju të dyve për të parë nëse është një marrëdhënie karmike, një marrëdhënie që ju e keni pasur në një jetë të mëparshme. Për shembull, një mënyrë e thjeshtë është për të parë nyen e jugut të hënës, ku e ka ky person në krahasim me shenjën tënde të nyjes së veriut, që do të thotë, nëse ti nyen e jugut e ke në shenjën e, le të themi, të dashit, dhe ky person është i shenjës së dashit, do thotë që është një marrëdhënie karmike. Kjo është një nga indicet, se janë shumë faktorë të tjerë që duken, që tregojnë edhe raportin, llojin e raportit që mund keni pasur në një jetë më parshme, nëse ka qenë një lidhje thjesht pasionante në një jetë më parshme, nëse ka qenë një lidhje shoqërore, nëse ka qenë martesë në një marrëdhënie të mëparshme. Po këto janë ato raportet që rikthehen sepse ju të dy duhet të mbyllni një cikël me njëri tjetrin, domethënë duhet të mësoni diçka nga kjo marrëdhënie, të përfitoni diçka ju të dy në zhvillimin tuaj individual, shpirtëror, dhe më pas secili vazhdon rrugën e tij. E them këtë sepse shikoj energjinë e vdekjes, më tregon që është një gjë që nuk ka bazament për të zhvilluar më shumë. Është vetëm ajo të ndjerit ngrohtësinë që ti e njeh dikë më përpara, domethënë ndihesh rahat me këtë person, ndihesh mirë me këtë person, por nuk funksionon sepse të dy keni një rrugtim të ndryshëm. Në këtë jetë, në këtë rimishërim, keni gjëra të ndryshme që ju duhet të realizoni, prandaj nuk është pjesë e fatit tënd, por është një mbetje e së shkuarës që ti ndihesh një zonë komforti, që ndihesh rahat, ndihesh mirë, por që duhet zhbërë si raport që ti të gjesh vërtet dashurinë tënde dhe personin që përshtatet më mirë me ty në këtë kohë. Duket si një verë
shumë interesante, shumë e bukur, vera e 2025-s, një verë plot flirt, një verë plot romans, një verë plot udhëtime, një verë ku ti do të ndihesh mirë sepse do të fillosh të bisedosh me këtë person sërish, edhe të ato taktikat dhe strategjitë e tua do të funksionojnë shumë mirë për ta bërë për vete sërish personin, për ta rikthyer, po ki parasysh që në të ardhmen ky nuk është personi i duhur për ty. Prandaj puno me këtë pjesë për të kuptuar çfarë mësimesh duhet të nxjerrësh nga marrëdhënia, që të kesh mundësi të gjesh vërtet dashurinë tënde, atë që nuk do të sjell këto situata, sepse dashuria e vërtet nuk ka ulje ngritje të tilla. Ai person që është për ty do të jetë me ty, nuk ka shkëputje vazhdimisht ku bashkohen, ndajeni, bashkohen. Kjo është një shenjë që nuk është diçka që është pozitive dhe që ti ke gjetur personin e duhur. Aq më tepër nëse ka pasur lidhje të tjera në kohën që ju jeni ndarë. Domethënë sapo jeni ndarë, është lidhur me një person tjetër, si ka funksionuar me atë personin tjetër, kthehet prapë tek ty, ajo është një shenjë që nuk është personi i duhur. Okej, unë të uroj një verë të bukur, një verë të mbar. Bashkë të dëgjohemi në videot e ardhshme. Nëse të pëlqeu ky lexim, të lutem më jep një like, një koment dhe mos harro ta shpërndash edhe me miq të tjerë që edhe ata të dinë se si do t'ju shkojë dashuria gjatë muajve të verës. Faleminderit, mirupafshim. Tani le të kalojmë tek grupi i dytë për ty që zgjodhe vathët e bukur me gurin e kunzitit me ngjyrën roz. Le të shikojmë se çfarë do të sjell dashuria për ty gjatë muajve të verës. Unë shikoj që ti je një person shumë inteligjent, je një person me ide të qarta se çfarë kërkon për sa i përket dashurisë, romancës, ke kushte të caktuara, nuk krijon njohje me çdo person. Shikoj që ti në këtë periudhë që ke zgjedhur këtë grup je single, do të jesh single gjatë periudhës së verës. Ke disa ide shumë të prera që unë kërkoj këtë, këto rregulla, ke disa kufizime, je shumë selektiv si person sepse je njëri shumë inteligjent dhe thua unë po ja kushtova vëmendjen time, dashurinë time dikujt, duhet ja vlej. Një person shikoj me standarde shumë të larta, po me standarde të shumë të larta dhe shikoj që ti mund të kesh energji të fortë toke, ke ascendenten ose shenjën e diellit, mund të kesh disa planete në shenjë toke, pra në Dem, në Virgjëresh ose në Bëjqap. Je një person që ke punuar shumë me veten, je një person i suksesshëm, je një person i realizuar, je një person që je me shumë këmbë në tokë dhe është shumë e rëndësishme për ty që njerëzit të afrohen me ty, mos të vinë për interes, mos të zgjedhin të jenë me ty për interes, po të zgjedhin sepse të duan realisht. Pra dashuria e sinqertë, ndoshta prandaj edhe të ka tërhequr ky gur, sepse ti ke nevojë për dashuri pa kushte, dashuri të sinqertë, dashuri të çiltër, që e ke të vështirë ta gjesh për shkak të këtyre pritshmërive që janë kaq të larta, sepse një person me kërkesa shumë specifike dhe do të duket gjatë muajve të verës sikur të zhbllokuar fati, do thuash nuk po më ecin gjërat, nuk ka mundësi të gjej atë çfarë unë dua. Mund të kesh njohje të ndryshme gjatë periudhës së verës, por të gjitha do të përfundojnë në biseda të shkurtra, ndoshta edhe nga mënyra e komunikimit. Mund t'japësh pak përshtypjen si një person që është shumë i ftohtë, shumë i prerë dhe kjo mund të tremb të tjerët, mund t'i friksoj, mund ti bësh biseda të tilla, jo gjithçka duhet thënë që në fillim fare të njohjes, sepse e intimidon dikë tjetër. Prandaj përpiqu që t'jesh pak më fleksibël, ndoshta edhe pak më në atë energjinë e flirtit për të lejuar vetes mundësi më shumë. Sepse mesazhi më thot qartë, ty nuk të mungon asgjë për të gjetur dashurinë. Problemi nuk është tek ajo, problemi është që ti bën të njëjtat sjellje, ke të njëjtën mënyrë komunikimi me çdo person në fillim të bisedës dhe të gjitha përfundojnë në të njëjtën formë, sepse ju apret gjëra shumë shkurt, në mënyrë shumë ndoshta edhe të ashpër disi dhe ja bllokon fatin vetes tënde. Mos e kufizo veten në këtë formë, në këtë mënyrë. E gjithashtu duhet të dalësh më shumë, duhet të jesh një person më aktiv, duhet ta shijosh pak më shumë
jetën, të mos i mendosh, të mos i analizosh gjërat në këtë fazë më shumë se ç'duhet. Është energjia e vetmitare, të shoh vetën, dil më shumë, argëtohu gjatë verës, mos e merr jetën shumë seriozisht. Kjo dashuria që ti pret komplet pas një lloj kushti është diçka që ndërtohet me kalimin e kohës. Në fillim çdo marrëdhënie ka një interes të caktuar, pra edhe qoftë interesi që ti nuk do të jesh vetëm, do të kesh dikë që të doj, që të kalosh kohë me të, edhe pala tjetër po do të përfitoj diçka. Dhe raportet në fillim janë të gjitha raporte që sigurisht bazohen edhe në kimin fizike, në tërheqjen e parë, më vonë me kalimin e kohës ndërtohet dashuria mbas eksperiencave të ndryshme që kaloni bashk, mbas shumë situatave arrihet deri në atë dashurinë e fortë nga ana emocionale. Po si fillim çdo raport është fizik, çdo raport është ajo kimia, tërheqja e parë. Duke pasur këtë gjë parasysh, shijojeni verën, dilni sa më shumë, argëtohuni, është mirë që keni standarde të larta, por më të butë, më të qetë me të tjerët, më flirtues, më lozonjar. Dhe mesazhi nga orakulli i dashurisë dhe i romancës për ju thotë qëndroni optimist për jetën tuaj për sa i përket dashurisë, mendo në mënyrë pozitive, ki besim dhe do të gjesh positive thinking and faith dhe besimi do të sjellë romancën në jetën tënde. Kjo është shumë e rëndësishme. Kur ti mendon negativisht, e mendon diçka me dëshpërim, energjia e dëshpërimit, që ti e do diçka me dëshpërim, që o nuk e kam, nuk po gjej dot, nuk po stabilizohem dot, nuk po gjej dikë që të më doj, me sinqeritet, kjo është një energji me një frekuencë shumë të ulët, është energjia e dëshpërimit, është frikë. Dhe frika e largon më shumë kur ti thjesht e shijon, se jeta duhet shijuar, e shijon pjesën e flirtit, pjesën e të dalurit, pjesën e romancës, e lejon veten të lirë, e largon pjesën e frikës dhe e hap zemrën për të krijuar njohje, për të dashuruar. Unë nuk them që sigurisht mos të tregoni të zgjuar dhe ju zgjuarsinë e keni shumë, po ndonjëherë zgjuarsia të bllokon sepse i analizon gjërat më shumë se ç'duhet dhe të bllokon pjesën e zemrës. Punoni pak me këtë balancën ndërmjet zemrës, të ndjerit, instiktit dhe të analizuarit të gjithçkaje në një formë shumë racionale. Lejoje veten të jesh i lirë ose e lirë për ta shijuar jetën. Unë ju uroj një verë sa më të bukur, një verë sa më të mbar. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem shpërndajeni edhe me miq dhe familjarë të tjerë që edhe ata të zbulojnë se si do të jetë dashuria për ta në muajt e verës. Më lini një like, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe dhe bashkë do të dëgjohemi në videot e ardhshme. Faleminderit. Mirupafshim. Tani le të kalojmë tek grupi i tretë për ty që zgjodhe vathët e bukur me gurin e labradoritit. Të shikojmë se çfarë do të rezervoj vera e 2025-s për ty. Unë shikoj që ti je në një marrëdhënie të qëndrueshme, je në një marrëdhënie stabil, në një marrëdhënie që ose mund të keni vite bashkë, ose mund të jeni të martuar në bashkëtesë. Shikoj që keni ndërtuar shumë gjëra bashkë, keni vite që punoni me njëri tjetrin, mund të keni ndërtuar një biznes bashkë, mund të keni një shtëpi, një pronë bashkë, keni një marrëdhënie të qëndrueshme. Mund të keni edhe fëmijë, disa prej jush, ti që u tërhoqe nga ky grup, mund të keni edhe fëmijë bashkë, mund të jetoni me prindrit dhe keni ndërtuar dhe keni një siguri me njëri tjetrin në këtë raport. Dhe gjatë muajve të verës, unë shikoj një ndryshim në jetën tuaj, një ndryshim nga kush keni qenë më përpara, në vitet e rinis, në vitet kur keni qenë në një moshë ku ju ishit vajza më e bukur nga gjithë vajzat e tjera, ose djali më i pashëm, ose ishit lideri ose liderja e grupit, dhe ishit një person shumë aktiv dhe ju shikoj në një situatë të ndryshuar, kaq familjar, kaq të fokusuar tek puna, tek gjithçka, sa ju mungon një pjesë e vetes tuaj që nuk e keni, një pjesë e asaj shpirtit rinor, e të qenurit një person shumë allegro, të rrethuar nga shoqëria, nuk kujdeseni për veten.
keni haruar të kujdeseni për veten. Ju mund të keni qenë një person që keni bërë gjithçka, ndoshta jeni mbajtur në grupin tuaj si vajza që vishet më bukur, apo që i ka flokët më bukur, apo djali që është që ka makinën më të mirë, apo që është më tip, dhe tani jeni bërë kaq shumë familjar, në atë pikë sa thoni po kush jam unë si person, do të thotë kur kujtoni veten në kohët e mëparshme, është një ndryshim total nga personi që jeni në këtë moment, në këto momente. Po, do të jetë shumë e rëndësishme që të gjeni veten gjatë verës së 2025-s, ndoshta prandaj u tërhoqet nga guri labradorit, sepse labradoriti është guri që na ndihmon të zbulojmë magjinë brenda vetes tonë. Është guri që na ndihmon të hapim syrin e tretë, që lidhet me intuitën, aktivizimin e intuitës, lidhet me aftësinë tonë për të parë drejt së ardhmes, për të ndjerë, për të zhvilluar pjesën e parandjenjave, ëndrave. Dhe letra më thot qartë që duhet të dilni, duhet të zgjoheni, të hapni syt dhe të kuptoni që ti si person mund t'jesh nën, mund t'jesh baba, mund t'jesh bashkëshort, bashkëshorte, përveç asaj je edhe ti. Nuk je vetëm një gjë, ti ke shumë role në jetën tënde. Ti ke shumë dimensione si person, nuk je vetëm një gjë, nuk je vetëm ky person, vetëm nëna e dikujt, apo vetëm bashkëshortja e dikujt, apo vetëm partnerja e dikujt. Ti je edhe ti, në emrin tënd, në identitetin tënd, kush ti ke qenë më përpara kësaj lidhje, përpara kësaj marrëdhënie, dhe duke zbuluar veten tënde, do të rikthesh edhe romancën në çift, sepse shikoj për sa i përket dashurisë, nuk ka shumë pasion në këtë marrëdhënie. Pra është një marrëdhënie e sigurt, jemi bashkë, jemi të konsoliduar, çdo dalje është me fëmijët, çdo dalje është familjare dhe nuk keni kohë për njëri tjetrin. Dhe kjo është një gjë që ti nuk do ta bëj dikush tjetër këtë ndryshim për ty. Ky është një ndryshim që ti duhet ta bësh vetë, për veten tënde. Duhet të dalësh nga kjo gjendja pasive, se të shoh shumë pasive komplet gjatë periudhës së verës, domethënë me ëndra si kam qenë dikur, çfarë kam bërë dikur, dhe pa bërë asgjë konkretisht. Ka ardhur momenti që të bësh diçka për të gjetur atë kush ti ke qenë vite më përpara, për të gjetur identitetin tënd si person, si femër, si mashkull, për të gjetur veten tënde. Kjo do të jetë shumë e rëndësishme dhe kjo do të ndihmojë sigurisht edhe në marrëdhënie me partnerin ose partneren, edhe në raporte të tjera. Përpiqu që bësh diçka, çfarëdo qoftë, kujdesi ndaj pamjes së jashtme, një ndryshim në mënyrën si vishesh, merr kohë për të dalë vetëm në çift apo vetëm me shoqërinë, po që të rikthesh ato gjëra që ty të kanë pëlqyer që ti bësh në kohën përpara këtij raporti, kësaj marrëdhënie. Pra gjej atë pjesën e magjisë brenda teje, individualitetin tënd, sepse e ke humbur individualitetin, je bërë një me familjen. Kaq, nuk ka më shumë, dhe të duket kjo mund të jetë edhe për shkak të traditave, edhe për shkak të rregullave, nuk është vetëm faji yt për këtë gjë. Shikoj që shumë gjëra që ti do doje ti bëje mund të konsiderohen si mëkat, mund të konsiderohen si problem. Kjo për shkaqe fetare, kjo për shkaqe të rregullave, traditave familjare, ku mendohet që jo, ti tani je në një marrëdhënie, je martuar, nuk mund të vishesh kështu, nuk mund të dalësh kështu, nuk mund të flasësh kështu. Pra ki kaq shumë kufizime sa të duket sikur ato gjëra që ty të kanë pas bërë vetvetja mund të jenë gjëra negative, dhe ke dhe frikë me përballjen nga presioni i familjes, sidomos ata prej jush që jetojnë me familjen e gjerë, me prindrit, dhe keni shumë persona në familje, keni opinionet të shumëve, dhe filloni bëjni këto ndryshime. Këshilla më e mirë që mund t'ju jap është përpiquni që ndryshimet i bëni në mënyrë graduale, se po bët një ndryshim total në 180 gradë, atëherë edhe njerëzit
shokohen shumë, fillon me pak këtu, pak atje që mos bjerë shumë në sy si situatë, edhe ti të ndihesh mirë me veten tënde, të gjesh vetveten, edhe të tjerët mos të bezdisin edhe mos të jetë diçka shumë e dukshme. Unë uroj që ta kaloni sa më bukur periudhën e verës, ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like, një koment, shpërndaje edhe me miqtë e familjarë të tjerë, që edhe ata të zbulojnë se si do t'jenë muajt e verës për sa i përket dashurisë dhe jetës së tyre. Faleminderit dhe bashkë do të dëgjohemi në videot e ardhshme. Të uroj gjithë të mirat. Mirupafshim. Tani le të fillojmë me grupin e 4 për ty që zgjodhe bathët e bukur me gurin e malakitit. Le të shikojmë se çfarë do të rezervojnë muajt e verës për ty. Shikoj që jeni një situatë ku po përpiqesh të harrosh një person nga e shkuara, një person që të ka lënduar, një person që të ka zhgënjyer, ti mendon se ky ka qenë personi i duhur për ty, ka qenë dashuria e jetës tënde. Je në atë fazën mbas ndarjes që e ketë vështirë, ndoshta prandaj edhe të ka tërhequr ky guri i malakitit, sepse është guri i transformimit, lidhet me energjinë e numrit, me energjinë e pesës, që më tregon se po kalon nga një situatë ku ti ke qenë në një marrëdhënie, që ke thënë ok, ky është personi i duhur, në të qenurit nga 4, pra që është numër çift, në numër tek që është 5, në të qenurit vetëm. Dhe je në atë fazën që gjatë kësaj vere, mund të jetë vera e parë që ti po kalon vetëm mbas shumë kohësh, dhe duhet të mësohesh tani, duhet të rimësohesh edhe një herë me çfarë do të thotë të qenurit vetëm, pa pasur këtë person në krah. Një verë ku rutina jote do të ndryshojë, një verë ku shpesh mund të kesh momente ku e kujton personin, ke mall, ke nostalgji. Një verë në të cilën shoh që do ta kesh shumë të vështirë që të gjesh atë, të rikthehesh ndoshta siç ke qenë përpara kësaj marrëdhënie, sepse nuk ke dëshirë për të dalë, nuk ke dëshirë për të krijuar njohje të reja, nuk ke dëshirë për të flirtuar, nuk ke dëshirë për romancë, e shikon pjesën e dashurisë në një formë shumë pesimiste. Kujdesu për veten, kjo do të jetë shumë e rëndësishme. Është dikush që ka pëlqim për ty, ka shumë simpati për ty. Ti nuk ke interes, nuk do t'ja dish, ky person do të përpiqet gjatë muajve të verës që të marrë një shans nga ty ose një takim, nuk shoh interes nga ana jote, por do të të bëj mirë biseda me këtë person, sepse do të ndihmoj në këtë proces, në procesin e transformimit, në procesin e ndryshimit. Si rregull, për aq vite sa ka zgjatur marrëdhënia, ty të duhet përafërsisht gjysma e asaj kohe që ti ke qenë në marrëdhënie për ta kaluar totalisht. Jo gjithmonë, se ka dhe marrëdhënie të cilat mbarojnë në kohën që personat janë në marrëdhënie. Pra ti mund të jesh me dikë, mund të kesh vite që e ke kuptuar, ose mund të kesh muaj që e ke kuptuar që kjo është një marrëdhënie se nuk shkon asgjë kundi, dhe kur vjen momenti që mbyllet, edhe ndjen si një lloj çlirimi, thua, të duket si një bar që të është hequr nga shpatullat, dhe mund ta vazhdosh jetën tënde shumë kollaj sepse e ke mbyllur mëndërisht, ke kohë që e ke mbyllur si marrëdhënie. Po për ty, për shkak të kësaj energjie që shikoj, gjatë verës, kjo është akoma diçka e freskët. Është akoma diçka që ti e ke të hapur brenda vetes tënde. Prandaj edhe të këshillova që të flasësh me këtë person. Është një person që ka energji të fortë zjarri, ka ascendentin ose shenjën e diellit, në dash, në luan ose në shigjetar, është një person që ka humor, është një person që të bën për të qeshur, shumë argëtues, është një person që thot hajde dalim, bëjmë gjëra interesante. Pra edhe sikur mos kesh të njëjtën ndjesi, thjesht shoqëria, thjesht ndryshimi i rutinës do të bëjë që të ndihesh më mirë, dhe eventualisht unë shikoj që ti do ta konsiderosh si diçka që është pjesës së shkuarës tënde. Dhe një nga arsyet pse është kaq e vështirë për ty,
kjo situatë është sepse ka ndodhur një tradhtim ose ky person është lidhur me dikë tjetër, menjëherë ka krijuar një marrëdhënie me dikë tjetër. Mund të jetë fejuar me dikë tjetër, mund të ketë kaluar në një marrëdhënie serioze me dikë tjetër, menjëherë mbas ndarjes nga ty dhe ti e mendon që pse është pak edhe pjesa e krenarisë e egut, që pse ky person u largua, çfarë nuk gjeti tek unë. Duhet kuptosh që kur një marrëdhënie mbaron dhe dikush shumë shpejt kalon në një marrëdhënie tjetër, po flas për punë një muaj kalon menjëherë në një marrëdhënie tjetër, në disa raste ajo tregon edhe që ky person do t'ja fillojë nga e para. Pra ato ndryshime që ti ke kërkuar nuk është i gatshëm, sidomos tek meshkujt ndodh kjo gjë, nuk është i gatshëm që ti të bëj atë punën me vete për të ndryshuar ato gjëra që ti ke kërkuar dhe e ka më të thjeshtë ta filloj nga zeroja me një person tjetër që nuk e njeh, me një person tjetër që nuk ka të njëjtën histori siç mund të keni pasur bashkë dhe pavarësisht tërheqjes së fortë, pavarësisht intensitetit, ky nuk ka qenë personi i duhur për ty, nuk ka qenë ajo dashuria jote e madhe, ka qenë një marrëdhënie e fortë nga ana emocionale, një marrëdhënie që në kohën kur keni qenë bashkë ka pasur shumë intensitet, por rrugët janë ndarë për arsye të ndryshme, pakënaqësi të mbledhura, edhe ti vetë ke pasur shumë pakënaqësi ndaj këtij personi. Okej, mund t'i ketë vënë vulën, le të themi, me pjesën e tradhtisë apo përfshirjen shumë shpejt me një person tjetër, po edhe ti vetë ke qenë shumë e mbushur nga ana shpirtërore. Ka munguar, domethënë, një forca, ndoshta ose kurajo ose ajo frika nga e panjohura, frika për t'ja filluar edhe një herë nga zeroja, për të kthyer edhe një herë në njohje të reja, në takime të reja. Kjo të ka mbajtur, po edhe ti vetë e di, nga ana emocionale, nga ana shpirtërore, edhe ti ke pasur shumë gjëra që është her pas here dilni në pa, çfarë nuk të pëlqente, ankesat e tua, kërkesat, ndryshimet që ti doje që ky person nuk i bëri kurrë. Po unë shikoj që kjo verë do t'jetë një nga ato verat që do ta mbash mend si një transformim, një çlirim nga ana shpirtërore dhe deri nga fundi i verës ti do ta mbyllësh këtë gjë brenda vetes tënde. Dhe mesazhi nga orakulli i dashurisë dhe romancës më thot love yourself first. Duaje veten tënde fillimisht. Your self-respect makes you more romantically attractive. Respekti për veten tënde të bën ty më tërheqëse, më atraktive për sa i përket romancës. Kjo është shumë e vërtetë, sidomos për vajzat, sepse mënyra si meshkujt duan dhe se si femrat duan është shumë e ndryshme. Ti mund të bësh gjithçka, mund të japësh shumë nga vetja jote dhe ajo e ftoi, largon më shumë mashkullin sepse ai e shikon si një mungesë vetbesimi, e shikon si një sjellje me dëshpërim që ti po i ngjitesh kaq shumë sepse ti nuk ke besim tek vetja jote që mund të gjesh një person tjetër. Nuk e shikon si një shenjë dashurie. Duke dashur veten tënde, ta them këtë gjë që ta kesh parasysh në njohjet e ardhshme, në raportet e ardhshme. Duke dashur veten tënde, duke bërë prioritet veten tënde, duke mos toleruar mungesë respekti. Pra nëse ti ke toleruar në këtë marrëdhënie, mund të kesh parë disa shenja që s'kan pëlqyer, të kanë dhënë një justifikim kot, një justifikim që edhe ti e di që ka qenë gënjeshtër, por nga frika s'ke dashur të ndahesh, s'ke dashur ta largosh personin, ke bërë sikur e ke besuar, ke bërë sikur e ke pranuar atë që të ka thënë. Këto pastaj janë shtuar, të ka gënyer një herë, ti e ke besuar, të ka gënyer prapë, të ka gënyer një herë tjetër. Këto janë gjëra që duhen eliminuar për të ardhmen. Në momentin që ti shikon diçka që nuk të pëlqen, duhet që pala tjetër të mbajë përgjegjësi për çfarë ka bërë për sjelljet e veta, sepse sa më shumë kemi atë shprehjen popullore që themi jep dikujt gishtin të merr krahun, sa më shumë të tolerosh,
sa më shumë ti të bësh nga ana jote dhe të tregosh dashuri, aq më shumë pala tjetër përfiton, gjen edhe përfiton. Kështu që nxirr nga kjo mësim, nga gjithë kjo eksperiencë, sepse vetëm të ka bërë më të fortë, vetëm të ka bërë më me siguri për veten tënde, duaje më shumë veten dhe raporti tjetër do jetë një raport shumë i bukur, shumë i shëndetshëm, mos ki frikë nga e panjohura, është thjesht një mësim që duhet kaluar, diçka që duhet përjetuar, po të shikoj shumë mirë deri në fund të verës do arrish ta kalosh, prandaj shfrytzoje miqësinë me këtë person, pavarësisht se mund të ketë pëlqim për ty, shfrytzoje humorin, përpiqu të krijosh një rutinë të re për veten tënde dhe e gjitha do të shkojë shumë mirë dhe do të ndjesh një çlirim të jashtëzakonshëm. Kjo pjesa e transformimit e metamorfozës të rekomandoj që të mbash me vete gurin e malakitit, sepse është vërtet ajo çfarë ty të duhet në këtë periudhë. Unë të falenderoj shumë, nëse të pëlqeu ky lexim, të lutem më jep një like, një koment, mos harro të bësh subscribe dhe sigurisht të shpërndarsh si video edhe me shoqërinë tënde që edhe ata të shikojnë se si do të jetë dashuria për muajt e verës për ta. Dhe bashkë do dëgjohemi në videot e ardhshme. Faleminderit. Mirupafshim. Tani le të kalojmë tek grupi i 5 për ty që zgjodhe vathët me gurin e obsidianit, gurin e zi, gurin e fuqishëm mbrojtës, dhe le të shikojmë se çfarë do të rezervojnë muajt e verës të 2025 për ty. Unë të shikoj shumë të dashuruar, shumë, plot dashuri, plot romancë, e ke zemrën plot, e ke shpirtin plot, ndihesh në qiellin e 7 me këtë person, ndihesh shumë mirë, një lumturi e jashtëzakonshme. Ky është personi që ti ke pritur gjatë gjithë jetës tënde. Kaq mirë ndihesh, me të përmbush shumë nga ana emocionale, keni një mirë kuptim të jashtëzakonshëm, duket sikur keni një lidhje telepatike me njëri tjetrin, e kuptoni, e ndjeni njëri tjetrin pa folur fare. Është një marrëdhënie dashurie shumë e bukur dhe të shikoj shumë të dashuruar gjatë këtyre muajve. Unë shikoj që familja nuk është dakord. Familja jote, familja e palës tjetër nuk është dakord. Për disa mund mos jetë dakord sepse ky person ka pasur një lidhje më përpara. Mundet edhe të ketë fëmijë nga një marrëdhënie më parshme dhe nuk janë dakord. Familjarët nuk janë dakord, thonë ti meriton më shumë, gjej një person që mund të krijosh familjen tënde pa pasur një marrëdhënie tjetër apo pa pasur fëmijë nga një marrëdhënie tjetër, nuk janë dakord. Nuk janë fare dakord me këtë romancë, me këtë dashuri. Dhe shikoj që gjatë verës do të jetë një kontrast shumë i madh. Në njëra anë ti e ke shpirtin plot, ke shumë dashuri, ti do që njerëzit ta shikojnë këtë person me mënyrën se si ti e shikon me sytë e tu, me ndjesinë tënde. Por të tjerët nuk do ta bëjnë këtë gjë dhe do të kesh debate të shumta gjatë verës. Debate që shikoj plot emocion, shpërthyese në disa situata, në disa raste, ku do të ndihesh një ngarkesë shumë të madhe, do të duket e padrejtë, do të duket që të tjerët ndoshta mund të kenë arsyet e tyre, po ti flet me shpirt, ata flasin me logjik, flasin me arsye. Pra ky është një person që po ta shikosh nga ana me logjik, me arsye, nuk është ideali ose idealja, sepse ka diçka nga e shkuara e këtij personi që nuk e pëlqen familja, që familja nuk bie dakord. Por ti e shikon komplet ndryshe, sepse shpirti jot, zemra jote shikon diçka tjetër dhe thua pse nuk janë të lumtur këto njerëz për mua, pse nuk më kuptojnë se si unë ndihem. Unë shikoj që duhet kesh kujdes, ndoshta prandaj edhe të ka tërhequr pikërisht ky guri obsidianit, sepse është gur shumë i fuqishëm mbrojtës, sepse do të jetë një person që do të përpiqet të bëjë diçka për t'ju ndarë, për t'ju shkëputur. Mund të bëj magji, mund të bëj një ritual të caktuar, mundet që të përpiqet që të ndikoj në një formë të caktuar që ju të keni probleme në çift. Do të rekomandoja kujdes me gjërat e tua,
mos jep gjëra që janë të tuat, mos merr gjëra nga të tjerët. Nëse dikush do të të bëjë një dhuratë, mos e prano, ose nëse e pranon, mos e sill në ambientin tënd të shtëpisë. Nëse është diçka që mund të kesh dyshime, shikoje me shumë kujdes, hape, shikoje, studioje me shumë kujdes. Kujdes me njerëzit që ti afron në shtëpinë tënde, kush vjen, hyrje, daljet. Kujdes me sendet e tua personale. Nëse të mungon diçka në shtëpi, diçka që është e jotja, mos me flokët, kujdes, mos kri flokët në shtëpinë e dikujt tjetër që mund të përdorin gjëra që janë të tuat, direkt thojnë flokët që janë direkt, mbajnë direkt energjinë tënde. Kujdes në këtë aspekt. Sidomos ki kujdes nga një femër që ka energji të fortë uji, shenjën ascendente ose shenjën e diellit në gafore, në akrep ose në peshk. Ki shumë kujdes, sepse është një person që është marrë edhe më përpara, mund të flasë për gjëra të tilla, shikoj disa shenja. Nëse është një person që vetë merret me rituale të ndryshme, nëse është një person që vetë jo detyrimisht, kjo nuk është shenjë detyrimisht nëse ka interes ndaj tarove apo ndaj astrologjisë, nuk është detyrimisht shenjë që merret me magji, por shikoje se ku shkon, shikoje se çfarë historiku ka si person dhe përpiqu që të mbrohesh sa më shumë që të jetë e mundur për të mbrojtur këtë marrëdhënie, këtë romancë që është kaq e bukur. Do të rekomandoja që të mbaje me vete obsidianin. Obsidianin mund ta mbash në formën e vathe, mund ta mbash si byzylyk, në dorë, si varse, sepse të mbron nga energjitë negative, edhe nga magjia, shërben si një lloj, është një gur që është krijuar nga xhami vulkanik dhe shërben si pasqyrë që e kthen negativitetin mbrapsht. Domethënë nëse dikush uron të dërgon syrin e keq, ty e kthen mbrapa tek personi. Dhe nga orakulli mesazhi thot children, your love life is being affected by children. Jeta jote dashurore, dashuria po ndikohet nga fëmijët. Diçka po ndodh në këtë mes, disa për jush ose do të zbulosh ti vetë që zgjodhe këtë grup, do të zbulosh që ke mbetur shtatzan gjatë verës dhe do të gëzohesh shumë për këtë shtatzani, po të tjerët për shkak se nuk janë dakord me këtë marrëdhënie, nuk do të jenë dakord edhe me shtatzanin dhe mund të cilin probleme. Prandaj mbaje sekret, mos e thuaj, mbroje veten tënde që të kesh qetësi, të kesh harmoni gjatë periudhës që je shtatzan, ose nëse partneri ose partnerja ka fëmijë nga një marrëdhënie tjetër, prezenca e këtyre fëmijëve shërben si një justifikim, si një arsye pse familjarët nuk janë dakord, pse të tjerët nuk janë dakord, dhe mbi të gjitha, nëse ish partnerja kap e këtij personi që ka edhe fëmijë bashk, është një person që ka një historik që është marrë me magji më përpara, apo që merret me rituale të caktuara, atëherë duhet të kesh më shumë kujdes, sepse xhelozia e saj, ky kombinim sidomos nëse zbulon që ti je shtatzan dhe ajo vetë është dhe e kupton që kjo ndarje është përfundimtare, nuk ka më kthim, sepse për vetë faktin që kanë fëmijë mund të ketë ato ide që do sido që ti do kthehet sërish te unë, kur ta kuptoj që është një ndarje përfundimtare, ajo mund të përpiqet që të bëj diçka. Prandaj mbrohu sa më shumë konfidencialitet gjatë muajve të verës, sa më shumë gjëra personale, ndonjëherë edhe nëse e di që partneri yt ndoshta edhe për shkak se nuk i mendon gjërat në këtë formë, flet shumë me çiltërsi, tregon shumë gjëra. Ndonjëherë disa gjëra mos ja tregoas atij që mos të dalin. Përpiqu që të mbrosh qetësinë tënde, të mbrosh këtë marrëdhënie që ti ke ndërtuar, të mbrosh këtë dashuri dhe sidomos për ty që do të zbulosh që je shtatzan gjatë verës, unë të uroj një shtatzani të mbar,
Uroj që gjithçka të shkojë të jetë sa më e lehtë, shtatzania, lindja, bebi të jetë sa më i shëndetshëm, gjithçka të shkojë sa më mirë. Të falenderoj shumë që më ndoqe. Nëse të pëlqeu ky lexim, të lutem më jep edhe një like, një koment, shpërndaje edhe me miq dhe familjarë të tjerë që edhe ata të zbulojnë se si do të jetë vera e 2025-s për ta. Faleminderit shumë dhe bashkë do të dëgjohemi në videot e ardhshme. Gjithë të mirat, mirupafshim.